Qeveria ka përzgjedhur vendet për kultivimin dhe përpunimin e kanabisit me qëllime industriale dhe mjekësore, duke përjashtuar tokat me rendiment të lartë bujqësor, siç është Myzeqeja, Devolli dhe plasa në Korçë. Kanabisi do të kultivohet dhe përpunohet në 10 zona kadastrale, nga Malësia e Madhe në Gjirokastër, madje edhe në fshatin Lazarat, atje ku është ndërhyrja e policisë së shtetit për të zhdukur kultivimin e kanabisit që trafikohej edhe jashtë vendit. Tashmë bima e ndaluar do të kthehet, por në një format tjetër dhe për qëllime të tjera. Qeveria ka përcaktuar në një vendim të veçantë edhe elementet e sigurisë që duhet të aplikohen për mbrojtjen e sipërfaqeve të kultivimit të kanabisit mjekësor, por edhe transportit e lëndëve të para me automjete të dedikuara. Sipërfaqet e mbjella duhet të monitorohen 24/24 me kamera me specifika të veçanta. Transporti duhet të kryhet me mjete të mbyllura që sigurojnë që ato të mos jenë të dukshme ose të identifikueshme nga jashtë automjetit dhe duhet të shoqërohen me proces verbalin përkatës për sasinë dhe llojin e produktit që transportohet. Makinat duhet të jenë të pajisura me GPS, teksa për çdo rast të lëvizje të bimës apo fidanit duhet të lajmërohen strukturat shtetërore 5 ditë para.